Belin Këlliqi në më ndihmoni. Zoti Këlliqi si e? A je lodhur? Më mbrëma vëlli. Jo, më ku ka lodhje? Ke zë shumë poshtë. Zero lodhje. Jo, më dëgjoni, nuk e di arsye, mund ta ngresh pak volumin se... Afroje mikrofonin Mariklen. Mikrofoni ynë është ai. Më dëgjoni? Tani dëgjoj shumë mirë, po Mariklenin duhet të afrojë mikrofonin. Këtu e ka Mariklenin, nuk e lviz mikrofonin. Po prapo e ka larg. Mirë është tani. Tani çfarë është? Po. Deri sot ç'ishte dita e zgjedhjeve për Belin Këlliqi. Në mënyrë sa më të koncentruar. Shiko, në keni muzikë aty? Nuk kam patur probleme. Ku jeti te PD-ja aty? Nuk kam patur probleme të mëdha. Unë jam në ambientet e Partisë Demokratike, ku afër shtabi qendror edhe warumi jon, po ka njerëz që hynë e dalin sigurisht punohet akoma. Që dëgjojnë muzikë. Po. Për hir të vërtetës, jo nuk dëgjohet muzikë, dëgjohen emisionet e ndryshme televizive, ylli kur ndërtoje edhe ti, që të dëgjojnë me vëmendje, jo ka muzikë, ta garantoj. Jo, jemi në rregull. Por ajo çka doja të thoja është që deri në orët e drekës kemi patur me dhjetra denoncime, por kryesisht kanë qenë për patronazhist, për intimidim, për probleme me kamerat, për gjëra që deri në një farë mënyre kemi arritur t'i menaxhojmë deri nga dreka. Kur kanë ardhur orët e mbasdites, edhe në fakt raportimet për mazhorancën kanë qenë shumë të ulta në raport me administratën publike, me njerëzit e tyre për t'i nxjerrë për të votuar, filluan edhe të shpërndahen si për herë deputet, funksionar të PS-s në përqendra për të shtyr njerëz për të bler vota etj. Rreth orës 4:30 pasdite unë kam marrë një denoncim për një ambient privat që ishte i pabrenduar, pa logo, pa simbolet Partisë Socialiste, që më thanë që po përdoret si zyrë elektorale e PS-s në njësi numër 5, ku po bliem vota. Kam parë pamjet live në një media tjetër të transmetuara live, ku disa zyrtar të institucioneve të shtetit ishin brenda në zyrë, dhe me njerë sa po u konstatuan nga antarët Partisë Demokratike, filluan të ikin me vrap, morën çantat, hoqën hartat nga muret, hoqën listat me emra, morën bazën materiale, boshatisën ambientet dhe ja futën vrapit, dhe e kam seriozisht 100% këtë që po ju them, këto janë pamjet të filmuara, janë filmuara live, të transmituara live dhe janë të depozituara tashmë edhe janë pjesë e një kallëzimi penal që ne kemi depozituar për Erion Braçën, edhe për njësi numër 5. Po. Dhe kam mbritur me njëherë në ambientet që diskutohi, që më kishte ardhur denoncimi, dhe kam gjetur të ngujuar brenda në ato ambiente Erion Braçën, i cili ruaj nga Genci Balës, shoku i ngush me sa duket, se ky është niveli i tyre, që intimidonin, shanin dhe fyenin demokratët që ishin aty përreth. Këto janë gjitha të filmuara dhe transmetuara live. Kam marrë 6 herë policinë e shtetit për të ardhur në vendngjarje. Më thonin po dhe nuk vinin. Kam marrë 2 herë numrin zyrtar të task force-s së krimeve elektorale të SPAK-ut për të bërë një denoncim të një krimi elektoral në flagrancë. Nuk mu përgjigj njeri. Gazetarja Ambrozia Meta ka telefonuar disa herë policinë, nuk përgjigjej kush. Qytetarët e tjerë kanë kërkuar ndihmë nga policia, nuk vinte njeri. Vetëm pasi kam komunikuar me drejtorin e policisë Tiranës, ku i kam kërkuar që të vi menjëherë në vendngjarje për shkak se mund precipitonte situata në konflikt fizik, ka ardhur një patrull, më pas ka ardhur drejtori i policisë, shefi komisariatit numër 2, nëndrejtori i policisë Tiranë, ku me kërkesë të tyre kam hyrë në ambiente dhe për të garantuar që nuk lëvizte asgjë, për të parë gjendjen edhe të Erion Braçës, si ishe ngujuar brenda sepse kishte frikë të dilte, kishte frikë mos e agresonte ndokush, ndërkohë që nuk kishte askush qëllim të tillë, zero. Por donim dinim çka kishte brenda në zyrë dhe pse ikën me vrap punues e shtetit, nëse nuk kanë duke bërë një vepër penale. Kodi zgjedhor, kodi elektoral mund të ketë zyra të loguara apo zyra elektorale të një force politike në një distancë 150 metra nga një qendër elektorale. Këto zyra ishin pa logo, pa simbole, pa asgjë, pa kontratë qiraje, pa kontratë durimi natyrë, që Erion Braçë i doli zot në fakt zyrave, dhe ishin vetëm 30 metra larg Petroninit. Dhe ndërkohë kam shkuar aty, kemi pyetur, këto janë të gjitha me dëshmitar okular, drejtuesit më të lartë policisë Tiranës,
që kush janë këta individ, Erion Braça tha është zyra ime, janë stafi im, kur u pyet nga titullarët e policisë se kush janë këta individ na jepni emra, ta nuk i di, nuk i njoh. Pra i vetmi njeri në botë që nuk njeh ekipin e tij që punon për të. Më pas i evidentuam ne, qoftë atë drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Inovacionit, ajo që ka mbyll TikTokun, që flet për mbylljen e TikTokut, qoftë për titullar të tjerë të institucioneve shtetërore që i kemi depozituar gjithë tashmë në një kallëzim penal në komisariatin numër 2, ku kemi kërkuar që ta administrojë dhe SPAK-u këtë kallëzim. Belind. Ka qenë një situatë surreale për shkak se nuk kishte as edhe një dokument zyrtar që të faktonte që ishte zyrë e Partisë Socialiste, nuk kishte as edhe një mjet zyrtar të PS-s, dhe ndërkohë ishin të gjithë punëtorët e shtetit me laptopa, me tabela, me harta, duke telefonuar, duke shantazhuar qytetar thjesht, kam kërkuar administrimin e kamerave për të parë se kush ka hyrë dhe kush ka dalë, dhe policia nuk vinte. E kam telefonuar personalisht me loudspeaker para kamerave 6 herë policinë. Kanë ardhur 1 orë pasi kam mbritur unë dhe ngjarje, dhe ndërkohë patrulla ishte 30 metra larg dhe nuk vinte, kishin frikë të vinin. Jam shumë okej. Jo, të gjitha këto janë konstatimet tuaja dhe bëni mirë që i keni bërë Belind, dhe është detyra juaj ta kryeni këtë punë. Por një pyetja thelbësore ime është kjo. Në këtë proces, duke dëgjuar gjithë këto gjëra që thatë ju, vetëm shkelje, manipulime, shkelje e gjitha, duket sikur ju s'keni vështruar gjë fare. Ore, çfarë është rezultati juaj deri tani sipas teje? Me çkini në terren, njerëz që çkini e gjithë. Rezultatit. Ylli, duhet të jem korrekt me ty 100%, po, patjetër. Të flas për Tiranën, sepse me që jam marrë me Tiranën, dhe duhet të jem shumë i kujdesshëm gjëra që të them. Për Tiranën thua? Pa diskutim në Tiranë, kërkojmë, synojmë dhe jemi të bindur që do marrim rezultat pozitiv, do dalim para Partisë Socialiste. Ky është qëllimi ynë dhe objektivi ynë. Atëherë objektivi ynë, Ylli, më dëgjoni? Po, vazhdoj të dëgjoj. Është pa diskutim, objektivi ynë është që të fitojmë kryeqytetin, të jem korrekt me ju, për shkak se kam shpenzuar 6 orët e fundit, sa në konflikt, sa në komisariat, sa duke bërë kallëzime, kam informacion të limituar për momentin, sepse jam duke marrë gjithë të dhënat. Më rezulton që në Vor janë hapur 6 apo 7 kuti, ku ka një diferencë vetëm 40 vota midis PD-s dhe Partisë Socialiste, dhe ndërkohë jam informuar që është bërë një kërkesë dhe ka patur një dakordsi për dalë rezultati i Vorës ditën e nesërme, për shkak se ka votim elektronik në Vorë dhe në njësinë numër 10. Pse keni kërkuar juve? Ndërkohë procesi pritet. Belind, përshëndetje. Pse keni kërkuar juve që të dali nesër mëngjese dhe jo dali sot nëse është përfunduar rezultati? Ja u them unë, duke qenë kemi kërkuar si për sa i përket këtij procesi, për shkak se në zgjedhjet e kaluara, kur u implementua ky proces elektronik në zgjedhjet lokale, në Bashkinë Elbasan dhe Bashkinë Kamës, ka patur kontestime të jashtëzakonshme. Ka patur më pas denoncime të jashtëzakonshme nga kandidatët, qoftë zoti Boçi, qoftë zoti Hoxha në Kamës, dhe kemi patur shumë akuza nga ana e opozitës për manipulim të sistemit elektronik dhe të procesit votimit elektronik. Kemi kërkuar garancit plot që ky proces është i paanshëm. Rezultati ka dalë dhe ju po bëni verifikime? Ju po bëni verifikime tani apo çfarë? Jo, kemi kërkuar të bëhen të gjitha verifikimet e mundshme, kemi kërkuar që të ketë transparencë të plot, që të mos kemi debate mbrapa që u manipulua procesi ose jo. Pra kjo është ajo që kemi kërkuar, dhe kemi kërkuar të marrë kohën e vetë KQZ-ja për të bërë transparent një rezultat që mos kontestohet nga asnjëra palë, sepse herën e fundit që kemi patur këtë proces, ka qenë procesi më i kontestuar që ka ndodhur ndonjëherë, ku ka patur raste konkrete që një qytetar shkonte votonte një kandidat në ekran dhe vota shkonte për kandidatin tjetër. Për këtë zyrën elektorale ose të ashtu quhet elektorale të Braçës, përveç faktit që ajo ishte 30 metra, edhe nuk e di se si është tamam kodi zgjedhor për këtë pikë. Çfarë dyshoni ju, domethënë, që është zhvilluar atje, se besoni që atje janë shpërndar para në ato kushte, në pranit 5 vetave, me xhama të hapur, me dyert të hapur? Po, në pranit 7 vetave, 8 vetave, jo ishin me xhama të hapur, me dyert të hapur, kanë qenë në një moment duke punuar. Nuk ka as edhe një arsye se përse dikush që nuk po shkel ligjin, t'ja mbath me të katra. Jo, që mund të ketë shkelje ligji, po çfarë shkelje ligji? Këtë jam duke pyetur. Se ju keni bërë një tip kallëzimi. Ja u them unë, nuk ka
as edhe një arsye që një zyrtar i shtetit, aq më tepër kur janë titullar të shtetit, të intimidohet nga prezenca e një gazetari apo nga prezenca e një antar i partie që thotë ore çfarë po bëni, bën pyetje me kamerë, me telefon dorë, çfarë jeni duke bërë këtu. Kanë mbyllur dyert me një herë, kanë paketuar të gjitha plaçkat, kanë marrë laptopat, kanë marrë çanta dhe kanë nikur me Çfarë dyshoni juve? Çfarë dyshoni ju që bëhej atje? Që aty janë shpërndar para. Prandaj kam kërkuar të verifikohen kamerat, të administrohen kamerat nga Spaku dhe Policia e Shtetit. I kemi dhënë ne të gjithë identitetet e personave, me që Braça nuk njihte ekipin e tij. E kemi dhënë ne të gjithë identitetet e personave, i kemi gjetur ne se kush janë dhe kush quhen, dhe janë të gjithë punonjës zyrtar të shtetit, janë të gjithë punonjës të administratës publike. Të gjithë me emër, kemi dhënë dhe funksionet, i kemi dhënë kallëzim, dhe kemi dyshimin tonë të arsyeshëm që aty janë shpërndar para për të blerë vota, të bëj hetimet Spaku, të hetoj se përse dilnin persona me xhuba, me sendet fshehura dhe vraponin dhe hiknin nga zyra, ti marr ti pyes, ti bëj qyrjen e telefonave këtyre individëve, qyrjen e mjeteve elektronike që kishin, kompjuterike, dhe ti shkoj deri në fund kësaj çështje, sepse për ndryshe nuk kishim se të fshiheshin. Nuk kishim se të ngujoheshin zyrë, dhe ishte një zyrë që kishe një derë mbrapa, që kishe një lidhje me një restorant privat, dhe që fare mund t'jetë larguar kushdo nga mbrapa. Këto ja u them me bindje si plot. Po kemi qenë aty, kanë ardhur policia, kanë qenë 7-8 policë brenda aty në ambient të mua. Ore, po këto janë, juve mund t'ju duket që surreale, po shiko, vraponin këta, nuk vraponim ne. Iknin këta me vrap, nuk iknim ne. Jo, po vetëm ka një problem. Nga sikleti ishin këta, nuk ishin ne. Nga të gjitha gjërat që kuptova unë nga që ju rrëfyet këtu, tregon që ju po ndiqni këtë procesin zgjedhor vetëm për shkeljet që janë bërë të gjitha. Interes o zotri që ju mund të merrni të fitoni këto zgjedhje të gjithë, a mund të na shpresh dhe të na thuash ku jeni ju në këtë pikë? Po ta thash më zotri që në Tiranë, në këtë që thash, patjetër më ta thash, në Tiranë ne synojmë. Me këtë rastin që paraqitet ti këtu quhet të vjedhura? Jo, fitojmë dhe, jemi parën. Fitoni në Tiranë. Objektivi ynë dhe qëllimi ynë është objektivi ynë elektoral. Pra ju fitoni në Tiranë. Kjo është kontradikta e madhe, se këtë unë nuk di si ta shpjegoj. Pra, të kesh një forcë politike që është e bindur që ka fituar Tiranë dhe gjysma e kandidatëve të Tiranës, gjithë mediat e opozitës kanë harxuar 6 orë për të mbuluar fitoren me ca vota që edhe si kur t'i blente Erion Braçe, prapë se pas kanë prishur fitoren tuaj, atër njeriu që fiton gëzon, nuk merret me ca vota të Erion Braçe. Ka i kontradikt që u lërit se këtu më duket. Ambrozia gjeti një 2 raste, ose 3 raste. Shiko, ne ngelëm në atë situatë, sepse u vonu policia sheh, unë gjatë gjithë kohës doja t'ikja. I thoya kam punë për të bërë, kam gjëra tjera për të ndjekur edhe kam edhe tani që po komunikoni ju, gjithë kohën tuaj e shpenzuat me mundësinë teorike që Erion nuk e përjashtoi Erion Braçe, po edhe kështu si simbol që midis gjithë hajdutëve të asaj partie të vinit që ja vodhi Erion Braçe vota. Ja kam thënë unë Braçes. Ja kam thënë unë më që nuk akuzoj Erionin. Shiko, unë nuk e kuptova sepse Braçja nuk ishte aty kur u kapën ta. Ore, a keni fituar? Unë s'kam akuzuar Braçën. A keni fituar? Ne pa diskutim presim që me hapjen e kutive në Tiranë. Shërëndësika që ka bërë në një skuter Erion Braçe. Problemi është që nuk keni fituar. Unë më shumë i besoj atyre pamjeve se sa fitores tuaj. Ato janë simboli i asaj që ju kanë bërë, po të dyja diskuret nuk shkojnë bashkë, që edhe kemi fituar, po edhe problem Braçe. Unë pres hapjen e kutive për të parë atë produkt që ne kemi punuar gjithë të vite dhe presim që të kemi në kutit e votimit. Sovrani ka folur, votat janë hedhur në kuti, do të presim rezultatin. Nga ana tjetër, është detyre jona që çdo parregullsi, çdo problem që ka patur ky proces zgjedhor, ta bëjmë publike dhe ta çojmë në institucionet përkatëse. Normal, duhet ta bëjmë këtë detyrë. Por kur gjithë theksin 6 orë e vë me të drejtë që ore po na manipulojnë votën, atër s'ka mundësi të kesh fituar. Pra, është një lapsus në ndërgjegjshëm që edhe ti e di që s'ke fituar. Se të kanë grabitur. Shiko,
do duhet, po e them dhe njëherë, do duhet të vinë të gjitha dhëna, do duhet të shohim procesin. Unë për momentin jam në pritje të nisjes procesit zyrtar. Dhe sigurisht nuk duhet nxitohem të jap deklaratat nxituara për të cilat më pas mund të them që jo jam nxituar në atë moment. Jo, do të pres me qetësi gjithë rezultatin, duhet menaxhoj gjithë ekipet e numërimit, duhet menaxhoj gjithë njerëzit tanë terren, është një punë kolosale që duhet bëjmë me njerëzit tanë, kështu që sigurisht ky është fokusim, por nuk mund të rria pa përmendur një episod nga i cili vi para rreth një ore, sepse kam qenë gjithkohë nëpër komisariate, nëpër policira për këtë çështje. Duhet ja u përmendja. Dakord, pra, po është tjetër përmendja dhe është tjetër kthimi në refren të gjithë komunikimit publik të PD-s Tiranës që Braçe po vidhte vota. Edhe mund të ketë vjedhur. Po në qoftë se Braçe ju ka vjedhur vota, shikoni se ju kanë bërë kërdin mbare prap. Qoftë se ju ka vjedhur Braçe. Dhe s'keni si të fitoni, po ju ka vjedhur Braçe. Çdo problem që do kemi, do ta bëjmë publike. Do ta bëjmë publike për çdo parregullsi. Ndërkaq, zoti Kulliçi, keni një drejtoria, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, në drejtimin e prokurorit të gatshëm pranë SPAK, janë duke kryer të gjitha veprimet procedurale dhe hetimore për dokumentimin e rastit pretenduar në datën 11/5 e tjerë, në një ambient në rrugën Marko Boçari e tjerë. Rreth orës 17:50 totë, pas njoftimit bërë nga Belind Këlliçi, përfaqësues së Partisë Demokratike, shërbimit e policisë shkuan në vendin e pretenduar dhe konstatuan disa shtetës pranë dhe brenda një ambienti privat që sipas kazusëve funksiononte si zyre elektorale pa shenja identifikuese për Partinë Socialiste. Gjatë kontrollit të ushtruar në pranit përfaqësuesve të dyja subjekteve politike, në ata ambient nuk u gjetën materiale komprometuese apo të kundralishëm. Personat e pranishëm u shoqëruan në ambientet e komisariatit të policisë nr. 2, ku janë marrë deklarime dhe kallëzime penale nga të dyja palët përfaqësuese të dy subjekteve politike. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste, zoti Erion Braçe, ka kallëzuar se përfaqësues të Partisë Demokratike kanë ushtruar forcë ndaj tij dhe personave të tjerë me të cilët ishte i shoqëruar. Grupi hetimor po administron pamjet filmike dhe çdo provë tjetër me qëllim dokumentimin e plot të rrethanave të ngjarjes. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurisë. Në përfundim do të jepen dhe rezultatet sot e të gjithë. Pra, nuk janë gjetur prova materiale në praninë e të dy palëve, dhe tuaj dhe të socialistëve. Në praninë edhe të shtetit. Pa, jo, dhe lef, që nuk u gjetën. Po pra, po, masi këta ja futën vrapit gjithë, dhe prandaj kam kërkuar në atë deponim që është bërë, të administrohen kamerat, të merren në pyetje personat që ikën me vrap, t'i kontrollohen telefonat edhe kompjutrat dhe të gjehet arsyeja pse kanë ikë me vrap. Se një arsye ka në kjo çmenduri për çfarë ikën këta? Ikën se nga gëzimi fitores. Ikën se i ramën në qafë. Se kjo është çmenduri. Ti je edhe drejtor në institucion shtetëror, të vinë 2-3 në forumit rinor të PD-s dhe t'ia futësh vrapit. Se kjo është nuk ka logjik kutri kjo. Se kjo është çmenduri pastaj. Sa ndikojnë to, sa ndikojnë to? Ju mendoni se këto do ndikojnë në pyetja e Abilekajt? Qëndrimin tuaj ndaj zgjedhjeve. Nesër qëndrimin ndaj zgjedhjeve. Një rezultat negativ. A do të deklaroni mos njohjen e zgjedhjeve për shkak të këtyre episodeve që Zoti Abilekaj, për çdo shkelje që është bërë, çdo abuzim që është bërë, të gjithë problematikën që kemi konstatuar me procesin e tmerrshëm të votave diasporës, për shembull në Greqi, që unë personalisht jam i qëndrimit që ai proces duhet anulluar një orë më parë, Greqia vetëm, sepse është procesi me parregullësitë më të mëdha që kanë ndodhur. Nuk e themi për shtetet tjera, ku procesi është administruar korrekt, ku problematikat kanë qenë minore, kanë qenë teknike, kanë qenë të menaxhueshme, kanë qenë sporadike dhe jo të kontrolluara. Sigurisht, për çdo problematik madhore, ne do të kemi qëndrimin tonë dhe pa diskutim. Aty ku ka deformim të procesit zgjedhor, ne do të themi ka deformim. S'mund të themi që është proces i rregullt. Përmendet Greqinë, mirë po në djenin tim edhe PS-ja ka ankesat e veta për Greqinë, sepse atje kompania DHL, kompania DHL, ndonë se me kontratë nuk duhet ta nën-kontrakton të shërbimin, ja ka nën-kontraktuar 2 kompanive vendore, dhe më thënë Greqë, dhe i ka vajtur me shumë vonesë votues, apo jo? Dhe kjo Partia Socialiste... Dhe për këtë arsye ne kërkojmë... Sepse është shkelje e kontratës, është shkelje e gjithë rregullave, sepse ka qenë specifike dhe taksative
kërkesa ligjore që këtë proces duhet ta menaxhonte kompania DL dhe jo një nën kontraktor. Ky rast dhe ky fenomen ka ndodhur vetëm në Greqi dhe për këtë arsye ne kërkojmë, duke parë dhe numrin e lartë problematikave, duke parë numrin e lartë të ankesave, duke parë me mira ankesat shqiptarëve të Greqisë që kanë ardhur, kanë mbritur pranë kontakteve tona zyrtare, unë mendoj personalisht, ky është qëndrimi im, që ky proces duhet bëhet nul, sepse e ka bërë nul të tillë vetë kompania DL, duke ja nënkontraktuar këtë shërbim dy kompanive tjera. Është fare thjeshtë. Nuk po them të njëjtën gjë as për Italinë, as për Gjermaninë, as për Anglinë, as për Amerikën, as për një vend tjetër. Po mendoja që kishte një përfshirje të shtetit grek aty, qëllimshëm, po me shtetin grek ju i keni marrëdhëniet më të mira, kështu që duket pak e çuditshme. Edhe Partia Socialiste ka ankesa për procesin Greqi. Pra, nuk di t'ju them çfarë ankesash mund të ketë PS-ja, mbase mund të kenë ble votën pra, dhe jo 200. pyetja thelbësore mendoj unë ishte ja bilekajt sipas meje, Jo, dhe ne thelbësore i bëjmë. Jo, në deri tani në momentin që tani po ti mund të bësh 10 herë më thelbësore se ky. Se ja bilekaj. Do të themi një herë më thelbësore. Jo, s'ka problem, po tani pyetje shumë se thelbësore nga ato që dëgjuam, ai na foli vazhdimisht ne për procesin i cili është i shkatruar, thotë. Ideja e tij. Po. Zgjedhjet pasi të verifikoni këto gjëra dhe të thoni gjithë këto gjëra, do t'i njihni apo jo i thotë zotëria. Si ishte fjala e fundit? Ja, i përmendi Greqinë, kjo Greqi është argument serioz. Pas rastit. Jo, nuk do të një qëndrim të unifikuar. Jo për të gjitha, por sipas rastit do ketë. Aty ku ka shkelje, do themi ka shkelje, zoti Rakipi. Aty ku procesi nuk ka kontestim, unë s'kam se them ka kontestim. Këtë po ju them. Jam krejt korrekt me ju. Ju e dini, ne vetëm dëgjojmë dhe ju themi popullatës. Po ju them vërtetën. Mos e kontestoni paraprakisht, mund të dilni mirë Greqi. Aty ku ka probleme, Greqi. sigurisht do themi që ka probleme. Po jo më nuk është çështje dalim mirë, dalim keq, është çështje e procesit. Nëse procesi ka rënë në parim, kanë rënë të gjitha rregullat dhe garancitë që është një proces transparent, do themi të vërtetën, kaq e thjeshtë. Të vërtetën thuaj, po. Dakor. Atëherë të falenderoj shumë Belind, ti do na ndihmosh edhe nesër besoj, ë? Sa herë të keni nevojë, patjetër. Faleminderit shumë.